Jemi këto momente pari me gazetën shqiptare, kemi në ekran 4 nëntori vitit 1994, që ne kemi arkivën në fakt ka rështisur ditë e premte 4 nëntor 1994. Jemi me gazetën shqiptare dhe fokusohemi më konkretisht që nesër politikanët heshtin. Referendum. Sot në mesnat mbyllet fushata propagandistike. Sërish probleme ekonomike për qendrat e votimeve, vulat dhe skedat në ruajtjen e policisë dhe vëzhguesit e huaj dezertojnë. 4 nëntor referendumi për miratimin e projekt kushtetutës së 94 do mbahej më 6 nëntor, pra që nesër politikanët heshtin. Vitrinat pa çmime gjoba në 10 rrethe, blice të financës edhe ndaj kontrabandës, sekuestrohen goma italiane dhe 3 kamion Maqedon në Tiranë nëpërmjet pasqyrojnë disa zhvillime. Sot Berisha flet në Tiranë pra për referendumin, fjalë nga mitingjit janë zhvilluar, protest e Ministrisë së Punëve të Jashtme për Greqinë, kushtetuta është e jona. Në brendësit gazetës shqiptare të 4 nëntorit vitit 1994, shtrëngat në Egjipt më shumë se 400 të vdekur, Kostner dhe Rurke, 2 diva të kinemas në hall, veteranët tani të sigurt pas miratimin nga qeveria, projekti në parlament, një ligj përcakton statusin e tyre pra të veteranëve, ngushëllime, dhimbje e kadares, vdes nëna. Menjakullore $6.000, 5 vjeçarja ndryshon jetën e familjes së saj. Pra, menjakullore $6.000, 5 vjeçarja ndryshon jetën e familjes së saj. Së fundmi, hapet zyra e Tiranës, që sot s'ka një me pranishme në Shqipëri, dhe kolera në mal, dyshime për tet një isëmur. Kruj shtrihet vibrioni. Këto ishin zhvillimet kryesore në madje gjithë faqe e parë e gazetës shqiptare. Çfarë shkruaj pra në këtë të përditshme si sot 31 vite më parë. Kalojmë me gazetën Koha Jon. 3 antarë të gjykatës kushtetuese japin dorëheqjen. Jemi pra me numrin e datës 4 nëntor 1994 në Koha Jon. 3 antarë të gjykatës kushtetuese japin dorëheqjen. Nuk pajtohen me mos shqyrtimin e kërkesës së PSD-s dhe PS-s për palishmëritë e referendumit, kanë vërejtje edhe për kapitullin e pushtetit gjyqësor të projekt kushtetutës. Mitingi Partisë Aleanca Demokratike, ky referendum i ngjan atij të Pinochetit. CK, ky referendum është një sfidë që i bën ndërgjegjes tonë politike. Stalini thoshte, popullit votoi për këtë doj, votat i numërojmë ne. Edhe një Periklit Teta ka kujtuar këtë postulat apo këtë thënie. Stalini thoshte, popullit votoi për këtë doj, votat i numërojmë ne. Kishte djegur një lypës Tiranë, kthehet dosja për rihetim. Berisha mendon se është Shqipëria, por Shqipëria nuk mendon se ajo është Berisha. Dhe fundit, Shkodër, mitingi Berishës për kushtetutën, thëritet, nuk e duam kushtetutën, ndalohen rreth 20 vet pas mitingut. Nga Koha Jon, kalojmë së fundmi në botimet politike. Me rilindjen demokratike, absolutisht, pra botimi i Partisë Demokratike të Shqipërisë në atë kohë edhe vite më vonë, derisa le të them versioni print pak a shumë është mbyllur, por etja e përjetshme e shpirtit shkodran është dhe mbetet liria, po konsensusit, po kushtetutës, edhe nga Kuksi, Lezhë, Shkodra dhe Puka. Presidenti i Republikës Sali Berisha në Kukës, Lezhë dhe Shkodër, ky është zhvillimi kryesor në numrin e së premtes për datën 4 nëntor 1994 në rilindjen demokratike. Shoqërohet edhe me foto nga mitingjet, një parull jemi me Berishën, liderët e PDSH-s Selami, Shehu dhe Spahia priten me entuziazëm në Koplik. Dhe sot në orën 16, miting i madh festiv në sheshin Skënderbej në Tiranë. Data 4 nëntor, le të them besoj 5 nëntori në një farë mënyrë e heshtje, 6 nëntor referendumi për kushtetutën në vitin 1994. Mirë, jemi në këto momente, ishte rilindje demokratike, do të kalojmë së fundmi edhe me zërin e popullit, organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë, pra që Partia Socialiste ishte në opozitë dhe që kundërshtonte fuqimisht referendumin për miratimin e kushtetutës.
Joja popullore dhe projekt kushtetutën e Berishës është e padiskutueshme. Pra, joja popullore për projekt kushtetutën e Berishës është e padiskutueshme. Shqiptarët më 6 nëntor nuk do t'ja falin votën e tyre pushtetit personal të Berishës, shtetit politik policor të PD-s. Joja e tyre do të bërë Shqipërinë me një kushtetut të vërtet demokratike të denjë për një vend të qytetëruar europian. 3 antarë gjykatës kushtetuese japin dorëheqjen, Berisha dhe PD-ja e tij të vetmuar deklarata të personaliteteve politike, është koha për t'i kujtuar PD-s çekun e bardh, arin e John McGowan të emigracion organizuar, çdo shqiptar pronar, pra disa premtime, vërshimin e investimeve tuaja, paga dhe pensionesit e Europës, drejtësi, siguri dhe qetësi publike, telefonat në çdo familje dhe fronte të reja pune. A mund t'i besohet premtimeve të reja të PD-s? Këto ishin zhvillimet kryesore dhe në zërin e popullit, për efekt kohë pam vetëm disa nga më të rëndësishmet. Dhe po ashtu, le themi kjo ishte gjithë pasqyrë e shtypit, që rikthyem në vëmendje 4 gazeta që ne kemi në arkiv për datën 4 nëntor të vitit 1994. Pra çfarë shkruajnë shtypin e ditës si sot 31 vite më parë. Zhvendosemi në pak reklama, shumë shkurtimisht rikthehemi më njëherë.